a do të ketë vdekje? Allahu Azza wa Jall nuk e ka shkruajt askujt di vdekje. Për atë thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an, "Wa yatil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayt." Vdekja e njeriu në ditën e gjykimit e runa Zot e përjeton në gjitha anët. Vështërsitë që i përjeton janë vështërsitë e vdekjes, derisa e andron njeriu të vdesë apo nuk ka vdekje. Për atë e pyetën pejgamberin Allahut. Dhe i thanë Rasulullah, a ka gjumë në xhenet? A flen njerëzit apo pushojnë në xhenet? Tha jo, pejgamberi Allah. Tha pse ja Rasulullah nuk flen, nuk pushojnë? S'ka gjumë? Tha për shkak se gjumi janë motra e vdekjes. Me pas gjumë, faktikisht je i vdekur në xhenet. S'ka në xhenet gjumë, s'ka në xhenet vdekje. Pas ringjalljes nuk ka vdekje. Për ata të cilët sot do thot e kanë përjetuar vdekjen, e runa Zot nesër e hatrojnë apo e androjnë vdekjen, nuk do ta gjejnë vdekjen. Për shkak se Allahu Azza wa Jall e ka bën vetëm njeriu një herë të vdes edhe të ringjallet. Ka qenë i vdekur, angjall, pastaj vdes dhe ringjallet, dhe pas kësaj më nuk ka vdekje. Edhe pse ka shumë njerëz, shumë krijesa që ndeshkojnë ditën e Kiametit që androjnë të vdesin, mirë po nuk ka vdekje për to në përjashtim të shpezëve dhe kafshëve që të cilët do të zhduken dhe do të agjësojnë. Prandaj se kur ta shohin atë merrat, si cili do të kërkojë, o Allah merr ma shpirtin veç, pështoj, ama s'ka vdekje, domethënë ligjat që s'ka vdekje. Po, vërtet,